Nga një kuriku, të gjithë infermierët që nuk aplikojnë për licencim para datës së skadimit do të përballen me penalizim financiar. Sipas vendimit të Këshillit Drejtues të Odës së Infermierëve të Kosovës, kushdo që aplikon pas skadimit të licencës profesionale do të detyrohet të paguajë 50% më shumë se sa taksa bazë, që aktualisht është 30 euro. Disa nga infermierët e kontaktuar nga koha e kanë quajtur të padrejtë vendimin. Një prej tyre në kushte anonimiteti ka thënë se jo çdo herë është faji infermierëve që nuk e marrin me kohë licencën. Nëse sistemi i tyre nuk punon ose nëse je me raport mjekësor, nuk është i drejtë të penalizohesh me 50% më shumë. Ka pasur raste që kolegët kanë aplikuar me kohë, por nuk u ka dalë licenca me muaj. Vendimet po i marrin pa na pyetur hiç. Ne duhet i dim këto me kohë. E tani për vonesë, pa qenë faji ynë, duhet të paguajmë dy fishën. Kryetarja e Odës së Infermierëve ka arsyetuar vendimin për tarifë shtesë me synimin për të arritur përgjegjësinë tek anëtarësia. Ndodh në praktik që infermierët dhe anëtarët e tjerë të Odës së Infermierëve të Kosovës, për shkak të neglizhencës së tyre apo të institucioneve punëdhënëse, të punojnë me licenca të skaduara. Vendimi i ri i Këshillit Drejtues ka për synim që t'i motivojë dhe t'i stimulojë anëtarët e Odës që të jenë më të kujdesshëm në kryerjen e obligimeve ligjore. Por avokati Ardian Bajraktari vlerëson se vendimi i Odës mund të jetë jo proporcional me qëllimin që synon të arrijë. Sipas tij, masa duhet të rishikohet. Bindjen time duhet parë dhe analizuar në rast se një masë e tillë është proporcionale me qëllimin e cilin synohet të arrijë, prandaj vlerësoj që do të ishte mirë të rishikohet për faktin se mund të rezultojë me një ngarkesë, me një barë shtesë për infermierët të cilët masë edhe për shkaqe të arsyeshme mund të mos aplikojnë brenda një afati cilin do dojë me apliku. Ushtrimi i profesionit të infermierit është ndaluar të ushtrohet pa licencë apo me licencë të skaduar. Licencimi bëhet çdo 5 vjet. Sipas të dhënave të Odës së Infermierëve, licencë profesionale kanë 17.940 infermierë. Nga Oda e Infermierëve thonë se të hyrat nga taksat për licencë dhe kontributet e anëtarësisë shfrytëzohen për organizimin e konferencave, simpoziumeve dhe trajnimeve profesionale.